Mirë se erdhe mentor. Mirë se gjej, falenderit. Ku ishe si ne të pritëm? Nuk thuat, a? Nuk thuat. Në rregull. Si e mentor? Mirë, falenderit. E ke marrë vetën? Po, patjetër. Jam mirë që u riktheva pak a shumë edhe në këtë show tani më të jashtëzakonshëm me shpjegu pak arsyën se realisht është një qëndrim shumë i shkurtër, por ja që Qëndrimi më i shkurtër në histori të Big Brotherit tonë. Apo? Po. Spari kërkoj ndjes për këtë prani dhe tërheqje kaq të shpejt, po ka qenë diçka që as vetë nuk e kam planifikuar, ka qenë diçka që ndodhi kundër emocioneve të mia, isha i rënduar emocionalisht për një rasti personal që më ndodhe në familje, e kam shpjeguar edhe përmes Instagramit, po edhe përmes. Po sido që tjetë, mund të them se mbrana aty në 24 orë kam pa një energji të jashtëzakonshme, me dashje ka një potencial shumë të mirë ajo shtëpi, ka filluar me dinamika të jashtëzakonshme, po shpresoj siç tham edhe më herët edhe opinionistët e dashura që i dua shumë, faleminderit Olta dhe Lenki për përkrajen. Lenki. Du të them që vështi qëndrojmë limiteve dhe ka me qenë një show i jashtëzakonshëm. Me apo pa mentorin mendoj që unë jam mërzit shumë që ti ke dalë dhe të them të drejtën,